الرحيم حمدا لله تعالى على نعمائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استرنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن المسجونين الذين سجنوا ظلما من قبل الظالمين. استعمل سلاح عدونا في رقابه بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة. صدق الله العظيم. جماعة مسلمان تندروا الله جل جلاله وجل شانه الوسم جنابه edhe juve dhe misafirët prezent në gjami, këtë ders, inshallah, Allahu Gjelle Gjelalu të bjenë ders bereqetshëm, inshallah. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu vë Gjelle Shanu që ditën që pa agjërojnë ma në fund, Allahu të neve ka but në eman, inshallah. Ate që ka mbetë pa agjëru, Allahu Ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, letja boft edhe ka but me shtram, inshallah. Dersin e kemi të hapur teme ajon të gjemati edhe të musafirët me siguria është e njohur. Na sot do të kemi inshallah pak lidhje me ajetën, kemi punë lidhje me ajetën kuranore të cilët kanë bojnë me një pjesë të mahllukateve, me një pjesë të gjallëresave të Allahu Gjelle Gjelalu. Ndoshta mas shumti do t'i ngjarë lëndës biologjisë për të cilën fjalën e kanë biologët. Ne i prekim ajetët e Allahu Gjelle Gjelalu u Gjelle Shanu, pikana e Islamit, pikana e komentatorëve, pikana e asaj çka neve si hoxhallarë dhe xhamatit na intereson. Allahu Gjelle Gjelalu u Gjelle Shanu në Kurani Kerim ka thonë wa inna lakum fil an'ami la'ibra, suratul Nahl. Ka thonë në kafshët keni ders, në kafshët keni mësim. Me siguri se unë thot, do t'i cekit disa prej ative me emën, ndoshta prej insekteve, ndoshta prej gjallëreseve qera, lloj të cilët i ka parapara jetën dhe të cilët unë do të mirëm sot inshallah para jush këtu, e do të filloj më së pari me këtë ajet. Suratul Nahl Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu ka thonë wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Ju në kafshët që mireni me te, keni ders me njoft në përmet atyre Allahu në ju dhe krijuesin e ju dhe të atyre. Nëskikum mimma fi butunin. Ju japin juve prej barkëve të atyre, min bejni farthin wa damin. Mes gjakut edhe diçka tjetër, të cilën njeriu e qetë tepër prej trupit atij, po ashtu edhe kafshët e bojnë atë lebanan khalisan sa'igan lish-sharibin. Tomë, qumsh të freskët, qumsh të kulluar, qumsh të filtruar, sa'ir, të filtruar për atë që e pi. Gjinin e nonës me preme brisë në gjak, fëmiu kur e thith pin tomë. I nxehet timnit, i ftoft, i vokët verës, i freskët verës, prej një gjinit, prej një nonës. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu termometrin ja ka kurdiz, e ka pregatit Allahu Jalla Jalaluhu ashtu qishi duhet fëmijët. Në këtë çka keni? Në këtë keni ders Allahu në juaj me gjithë. Nuk do të banojmë këtë ajet po. Zoti sot se ka pas për qëllim këtë ajet. Po ajetin i cili vjen pas këtij. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu në Kur'anin e Kerim, pikë do të fillojmë dersin e sotit. Qal wa awha rabbuka ila an-nahli أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فكلي من كل الثمرات ثم اسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. كيف شايتي قال من تصير النظير من صدر المرات الله جل جلاله وجل شانه نبوت الإنسكت كم في عالم أكا ينسبيرون بليتر وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أكا من سبيروك أقان بليتر هات ndërtosh shtëpinë tonë dhe të ndashme në kodra.
min al-jibali buyuta wa min ash-shajar, edhe në pemët, sidomos në ato pemët e plaka të lanur mazdore njerëzit, pa në shtëpin ati. Fakuli min kulli thamarat, hec, lule më lule, mos u nal lule tirta, mos u nal lule dohonit, për shkak se zotërijës tanë do t'i qojsh mjollë t'ilën, mos u nal në atë lule ku s'ke bere qënda. Fakuli min kulli thamarat, thumma sluki subula rabbiki dhulula, e pastaj kapi rrugët e Allahut në dëgjueshmëri. Yakhruju min butuniha sharat, rezultati i mundit tanë do t'jetë dalja nga barku i jotoj mizë ndershme, lang, mukhtalifun alwanu, lloj ngjyrash, mjalti bardh, mjalti verdh, mjalti zi, mjalti kuq, fihi shifaun linnas, në te ka shërim për njerëzit, në te ka shërim për njerëzit. Inna fi dhalika laaya liqaumin yatafakkarun, në te keni delil, keni argument për ato që i kanë mend me mendu. Ki është përkthimja ai? Unë do ta komentoj tash. Ki është përkthim? Ki është prej arabishtës shqip. Xhamat, vëllezër të nderuar, rini e dashur, student, nxënës në xhami. Me siguri se Allahu xhelle xhelaluhu prej këtij ajeti ka çfarë? Nuk e ka pas për qëllim me na tregu. Ka pas për qëllim me na tregu diçka më gjatë. Prej nëpërmjet këtij insekti. Nuk je vetë. Pra rraftie jetojnë edhe të tjerë. Rraftie jetojnë edhe disa tjerë në të cilët me këtë natyrë kanë hak si ti. Allahu xhelle xhelaluhu wa xhelle shanu para 1400 viteve këtë ajet në surën Nahl e ka zbrit. E ka urdhëru bletën që shtëpinë e vet ta bën kodër. Pyetja e parë joja sot është para xhamatit tonë. Pse në kodër? I ka thënë bletës shiqo, unë po të spjegoj, unë po të inspiroj një herë për gjithmonë. Allahu xhelle xhelaluhu një herë flet. Ai një herë flet për një gjë. Edhe në kodër, insekti nderuar, mizë dashur, në kodër nën. Mos u nal në katun. Mos u lisho. Mos u lishon fshat në të bashkohore. Se për ndryshe, ato flapra të nderuara kanë me zonë në lumin e fshatin dhe një shporet do të vrash, mos ati. Me siguri se si të lishohesh shumë poshtë, kanë botetua në fshatin në lumin e fshatit kanë me zonë dhe një jastik, dhe një cukël të jastikit ik prej ati, se të në mo, edhe bani mo nga shteti që ka i ngrenë kerrat me arsën ngrenë për pejtë dhe dhe. Ik, ti je e ranë, ti duesh me shkur lule. Ato lullet që janë rrasa autoputit, rrasa autostradës, ik për ati me lulleve, se ato kanë gas nafi, ato kanë gas benzinit, ato kanë gas tudës gjengve, ati ka dodari, ka bon shmos, a i mas i ka punu pun, s'ka gjetë ku me i pëshin dur, ka shku i ka pëshin për dushkin, ti më sunat ati, ik për ati. Kodër nërë, atje ku ka freski, atje ku ka erë pasër, atje ku ka lulle, faktuon, atje ku ka qëtësi, atje ku mbretënon qëtësia, atje ku janë ujnat pasër, atje ku janë pëmët pasra, atje ku lullet këndojnë prej vetiu këngën e dashurisë. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. Nkoh, e qatë jesit provën e mjollë, në qatë mjollë ka shifa, në qatë mjollë ka shërim për njerëzit, jo në mjollëtin bashkohor, ku sot bletarve ju intereson kvantiteti e kvaliteti asfak, për ndryshe mjollëti bashkohor, i cili prodhohet dhe përmet shërbetit dhe shëgjerit, lirisht mund është mirë në gjitë emnin madri në zorë ka shabac, për ndryshe në ta nuk ka që di se shka për marë lakmi, a mjollëti të cilin e ka Allahu për qëllim. Keni shku ndoshta në hash, a ju ka rasti me pas, ju ka rasti nuk e dim. A keni darë në tregun e njërtit në Mekke dhe në Medine nuk e dim. Atje unë kam parë Mekke mësit e mitë e tregu i njërtit, se ato alpinistat e shkretinës, 18 veçarat dhe specialistat, në kodra 1000 metre dhe Saudijës Arabike, hipin najtë dhe zbresin atë njërtit me shumë vështërsina, i bom hazër 15 vite, 16 vite, 20 vite për një letës, punoj një murin ta 1 kilogram dhe zbritin qytet $800 amerikanat një kilogram. Prej kodrë. Atje e korezja e dimit kur del e ka pësef të dojnë e kodrës, atje ka bleta. Atje ka bleta të vetë që nuk të ushqen kushit. Për qatë mjërët Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, fihi shifaun linnas. Jo ki mjërëti.
Jo ki mjarti I cili e bjerë ti në shishe të shpia, e leje një muj mos ha, e shef se gjimë se e shishës poshta bo sheqer, gjimë se e shishës tone për pejt nuk e dim se qka bo, një fe material, jo, për këta s'flitën, për këta Allahu Gjelle Gjelalu nuk fletë gjonë Kurani Kerim. Qibe, ble, kanuni jetës, I cili da as pak nuk I ngjarë jetës bashkohore, domaqini edhe gjemë të vetë, sotit e kam fjallë. Ka dalim shumë, me qenë se rininja e sotit, me qenë se argatët e sotit, me qenë se nëzonsat e sotit, e morin një mësim shumë shkur për fjallë me që të ti thamë tash, kish me qenë mësusin shkollë shumë I lumtur, kish me qenë babët e shpia shumë I lumtur. Pleta, të cilët ne ka prezentu Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim, edhe surja e bademnin surja e pletës. Kanë në sandëkin, në koshin e vetë një zonjë. I thëjnë zonja e pletës. Gjëmatin dashëm, ajo në mëngjes për ditë, çdo ditë mëngjes, para gjitha mizave del në derën e pletës, edhe prej ati mirën urna, a me shku lartë mizat sot ajo, si dale me shpin, të ka dera, të ka jashtë, a me shpin, mizat ati fluturoj shumë afër, se koha do t'jetë e keqe. Si dale me krije të jashtë prej sandëkit, pletat kanë drejta me shku ma larkë, se koha do t'jetë shumë e qenë. Në të lajmërojnë me meteorologët, në të lajmërojnë në sinoptikët të cilët e masin kohën sot, prej ku I morin të gjona a thu. Ato shiqojnë sandëkit e pletës mëngjes, ato shiqojnë të vesh të lepurit mëngjes edhe në mravje. Lepurit si t'ja ktheje jugut shpinën, koha do t'jetë në zetë atin. Lepurit si t'jetë me shpinë të fletë, kanë veri ju, edhe vesh të coritën për shpine, kanë kujtes të lajmërojnë se koha do t'jetë në vështirë. Dhe thot, a njerëzit kanë në sinoptik në këtë dynjo meteorologa dikush që të kush për lui ka rojnë? Jo. Instrumentat e Allahu Gjelle Gjelalu, krijesat e Allahu Gjelle Gjelalu e luajnë rolin krijesor. Ato të cilët Allahu Gjelle Gjelalu vetë I ka mësu, ato të cilët nuk kanë nejtë mbon para meje dhe para tije, kanë nejtë mbon para krijuesit vetë. Bleta, ajo zonja mrena, nuk shkon lartë, nuk del prej asaj, këshirë dhe vazhdëkin e vetë. Mirë po është interesant se të bletat, ajo nuk prodhon mjallë ajo zonja krijesore, nuk prodhon mjallë, asaj I prodhohet mjallë prej mizave qera. Edhe ai mjallë që ka hanë ajo, nuk ka me këtë boje me këtë mjallë të që e mërë një këgjia. Aja është super special mjallë. Aja none e mjallët, aja maja e mjallët, aja fasaci mjallët, maja e mjallët. Atë haraj, nuk hatë qka mos, pse kështu? Ajo zonja, domaqini shpijës, marë të shpija e që e dhodhesh fisin, nuk ashtë turp që ti marot ati sovrën veti, ti shtrot një emek I veçant pak, nuk ashtë turp, ashtë nderë prej njëzve shpijës, ashtë nderë prej njipave, edhe gjemve që ati ti I bët dishka të veçant. Ajo dhodhesh punën, ajo ka zonë qka me bo, ajo mësën qenë qka me bo, prej asaj ka fitim të madhë. Mirë po është një punë shumë interesante ato, se kur dilën hapsin me kollot dhe gjitha lune që shka urdhën Allahu, thumë me sluki I subër, fakuli min kulli thamarat, hanë prej ketë luneve, dhe në dënjo prej ative kam tha, dhe në dënjo prej ative nuk ka bëha gjana për lune, likfidohet granaderës më njëherë prej një komisioni, I cile ka një komisioni I likfidimit papunës, për papunin. Kastraveca, me darë me shëtit edhe më atë pa kur gjohë, po, kush të shqem ti, kush qep ti me hongër, kush angazhohet për ti, kush bjen ti, Allahu Gjelle Gjelalu s'ti ka dhonë ti e flatërat, lusë kur këti qëtër, nuk ti ka dhonë mundësit si këti qëtër, nuk ti dha punë si kur shka e rati qëtër, ti s'pate men a I pat, ti s'pate fuqi a I pat, qërët për ti më angazhu, këtë sistem, Rasulullah a.s. Në ka shpjegu me hadis me dine, pyti një herë për një njeri cili mungoj, disa dita mungoj në gjami, tha, ju tha shokëve, ku është filon? Nuk po e shofim. Tha, ja Rasulallah, ja abudullah e fi deri, tha të shpijave, po I banë Allah të I badet. Tha, uame I ju e kinu, kush po u shenë, kush po I jap me ngronë? Tha, nahnu në të wakkal, ja Rasulallah, na jemi qunë kam për ta, fa kullukum khajrum minhu, kejt jeni ma mirë se aj. Kullukum khajrum minhu, kejt jeni ma mirë se aj. I badet Allahu Gjelle Gjelalu qërë të kam me të shia? Jo, sa sistem islam.
Ashtë sistemi jo islam. Me ferën tonë s'ka të bëjë, kur gjonë. Nuk e ushejnë njëri qetrin na. Ne ushejmë njëri qetrin në mënyrën e nderit që ja bërë njëri qetrin. Po nuk angazhohemi në islam, do me i ma Allah t'i badet, a do me thonë me hongër. Jo, të gjithë punojnë, të gjithë hanë bashkë, të gjithë punojnë i badet bashkë. Një mizë e vëmë. Kur shkoja i bledagjia të maqarë, bledagjia bashkohorë, shti kja shumë të maqarë i marë. Ki ndi avë do me nëzirë mjohë, ki të se pyjtë se ku janë punë kus janë. Ki e ka centrifugën e vetë me një burë e atje, edhe i nëzirë ramat prej sa nëke, ishdo di avë, ti intereson kofër me muat me qitë bazarë, ti qëti i. Kur të nëzirë mjohëtin, gjëmatin ndërshëm, ki për hajvani vokën, ki kjo famize e ndërshme, parën punë, maj s'pari kur që njëse për zdit, zotë njës me i pregatit, e kalaiz. Që që të dojnë asaj? Kur shiqen, e kalaiz, koshin e vetë, kam fjallin, vëjshtinën. E i kalaiz ato presekët ku ka me elon të njërën të e vetë. Maj s'pari i kalaiz ato, mos shkojnë dhe një pikë poshtë. Këta e bëjshin dhe maqinet e tonë ka pak me një femonirë një herë, kur e bishin dritën e rinë lonë, presekin, shkojshin atje mbaj s'pari, para se ka qesin, ja bëjshin të punë presekin të rritin, se dja ja bëjshin tja jo, më ndokët se s'ka problem shtisht. Shti ka një shurë, shdo gjohë bura, shdo gjohë ka dalë të takë. E bëjshin presekin një herë mirë me dishka, e pastaj e rullëshin dritin më strele poshtë. Bleta, hajba, insekt, mizë e vogën. E pastaj me qenë se këto bletarët e tonë, me qenë se këto bledagjit, e lujnë rolin e bledagjit profesional, vjetrit që ishka lujnë mamatit, ishin me parë një mrekulli qetër të cilën e dina masam me probleme. Masi ti mushe rama të samlëkin, angazhohet a insektin ndëruar për balsamimin e prodhimit vetë. Balsamim për pleqës që ta din shka, së mës ta din shka do me farë, do me thonë me bloku aneman me një materje që a i mos të gjojnë dishka, mos të infektohet, edhe mos shduket, mos humbët, mos derët. Me qenë se njoni prej bletarëve, e prit bletën qatë pun të punojë 90 dit. Mos prejken sa në, 90 dit. Super koha është 365 dit. Ta loje bletën me hesabin e vetë, punojë, shkon zene qatran, qitë ndilë, vare nërpen, me shqip të hekrit vare. 400 vite me rarë, 4 shekuj, mos gabujnë, 400 vite me rarë. A ke nëzek, a ke aftof, a ke dil, a ke shi, a ke ujë, mos të interesojnë. Mas 400 viteve, njërën të ne keni vrejnë si dilë. E ka mos e mu blenë, e ka ujdisë vete. 4 shekuj, 400 vite me rarë. Jo këto bletarë të shtinë, këto lorë, ka mos dhe janë me shkullën zene, se kanë prit, a veta si ka pajë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu ka thonë këtë mjeshtri, o njerëz, mirë një dërës, edhe thuni Subhanallah, thuni hadha khalqullah, faruni madha khalaqa alladhina min duni, bel idh-dhalimuna fi dhalalin mubin. Kjo është krijesa jeme, kanë zoni shka ka kriju shkenë sartë e juve, kanë zoni. A mos përdoni mu lafdru e lbeb me gjatë aeroplanin, shka shdo t'i javë jam mitë ka 100 veta. Mos përdoni mu lafdru e lbeb me qatë trenin Japani cili shkon 400 kilometra edhe e djegin qep me benzin për drumin e trenit ta. Jo, me shka përdoni mu lafdru? Mos përdoni me lafdru me një penicillin zbulua, i cili ka prunë shumë hajrë, botës mirë, po do zgëzojnë me mo. Do zgëzojnë me morë, se ju binë probleme qera. Me qka po lafdru? Po bret si zi, i vogën, e kanë nun përshoj, e kanë nun vagë me këshirë sa venë na. S'pollu vagë të autoni. Në vagët, në përshojat më precize, në flu. Mirë po, i shkreti a shumë ma bujk i menqër, se bujku i katunit tanë 65 vetë bujkësis tash. Shumë ma i menqër. Ki me 65 vetë stash e bërë dritin prej fushë, edhe i thojnë gjemë, da thu babo apan, me qimë drejt në amara zban, në këta këshiri, po apa me këshirë, a i dishmi, ishti i turë në dritë. Qëtë? Pak si me bari, po në do këtë babo. Ska gajle babo? Shas kam bërë une. Kishun ka paki. Shas kam ka përzi une. Qëtë? E qesin gjemë të hamarë për traktorit. Mas 5 dita,
mas dijave papës ju kam tek me shku me shti dorën edhe lehë përse. Kur ka shti dorën e ka hek shpejt e shpejt. Edhe ka shku ka thonë u zbun të shpia. Qunë se i shkallë hamari. Kusha ka të të trite, apo? I shkallë hamari. Të krarë me qitë kejtë trithin në borë me shtrime e të verës. Kjo gjemati ndershëm bubrecit i cilin pesh nuk ven asni gram, asni qims grami, kur si kanë lënë. Asni herë. Ato janë shumë fise bubrecit, si na. Si na, dhe ato jetojnë me mahallë, dhe ato janë me gjinse, dhe ato do janë maqedor, do janë shqiptar, do janë slav, do janë musliman. Shka s'ka dhe ato? Do t'ju kalzoj me argumente, do t'jam vërtetoj, jo fjallë. Një fisi ative, gjematin dhe shumë një fisi ative, kur ta bere kokrën, duhet me e bluj tani me hangër dimnin. Kur ta bere kokrën për mandem për e shtia të poshtë e verive, duhet me e bluj. Me bo mila një dimnit me hangër. Janë shumë katila a i fis. Qatë shka ta bluje, e misi. A i shka që janë ngërgju me bluj kokrën, e misi. E dini pse e misi? Edhe të nga ka qasi. E kini mini latë. Burat, kur të kem pak me hangër si në kësan ndarë, këto ju thoi grave, qërë ju se kini hangër dhe maru. Që këto fisa, karakteri ative, karakteri i fisit që tive bubrecave ashtë, ti ke hangër dhe blut. Edhe këfido. Ti ke hangër bol dhe blut. To janë katila këto. Ke fis nuk a i shumë i njërë. Asha i fisi qetra, i bujku i mirë. A i nuk e bluda, kur ta bere kokën në birë, ja hek pi. A qka pi? A qka pi në vesh kur ta belësh? Qatë janë zërë, edhe e lenë kokën. Ma korsin zërë ati. Ki me sigurin kojnare e ka kri bujësirë. Ki fa mahluki. Pa atje shkolla madha, atje kush ka dojnë për atësaj shkolla apo ministrin bujësirë Gjermani. Allah. Ki që ati e ka kri me sigurin. Ki të e ka kri shkollën. Këta ka mësu krijuesive, alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada. Ka thonë Kurani Kerim, çdo gjë si kam dhënë krijimin tëm, edhe më në fund ç'ish duhet me jetu e kam mësuar. I fund, ani të ato, ka komision me pendre. Ju i keni pa vjetë për shku do shkojnë do vinë. Ka special komision kush po këthen gjimë stullës. Ka komisione special kush po këthen gjimë stullës. Edhe ato mrejnë në tokë, i dorë më njëherë. Ska pa punë. Hitleri, këmkali, s'ma për gjamin do shta. Hitleri me shka ka arrit të Gjermanat atë shka ka në sot. Gjermanat thoi kështu, jemi kriju për punë. A ju punoni me jetu, ju qërë. Ato kështu e kanë një parol. Na jetojmë me punu. A ju punoni me jetu. Një ma qashtu, më ka dalë kjo punë si pas analizave të mija e vërtet. Ato punoni ham dimnit, ham verës. E kam pa një herë njërën dinit atje, do cikla i shmon një doar për ashti me një mraz minus 24 akon, me një let lampa, i thërë asaj shka nëzaj alamini për me gjitë një faflaki qeqe. Me ata nëzaj e blokit, e në doar. Po të lej, në 3 jarë, po, pra me të marë. Tu të na shaj, a gjesan. Tu të na punohë 3 muj me të ngave, 9 muj pe glavën qilimat dhe bardollet. Edhe prapë pasanik. S'ka problem, kanë shmëri, kësim, sa dush, qëtësi, sa dush, ma apet, sa dush, apo? Ka vlat, 9 muj ki vat me folë, 3 muj ki vat me punu. Ashtë knashësi në popullin tonë, ashtë knashësi. Hitleri një lafe ka folë, arbajtën, punë, s'ka që të rrugë dalje mo. Një me punë. Ne prodhojmë një mjerë, 2 marke ka kilogramit, prodhojmë një prodhojmë, 2 marke ka kilogramit. Gjithë dimnin e lumë ja bojmë lapin. Sa kilët dule, ka sa tërë, sa t'i qohër, ka sa tërë, sa t'fadër, sa t'ditën, sa tre. Bajeri e ka një pogërë, 15 ton i qetë për një smen, për një ndrim, 300.000 kg kilja, 300.000 mark kilogram i shqitër një polinë. 15 ton një smen i prodhë, 15.000 kg, 300.000 mark një kilogram. I s'ja bojnë lapë, përro. Por 150 vetë, një herë në rrima në 38, në qatë fabrikë, një herë në rrima. Kejt inxinjerat dhe doktorat e kimijës kanë darë poshtë, edhe kanë kajtë si cullë se bajerin të hinë në hakë. Ju në rrima, një smenë, s'pat punë. Kanë kajtë. Për i zatë zotin, për këtë smenën tonë që ja në rrima gjithë timni që është i tërë pra verë.
Ka shumë s'ka i për i zatë zotit, mos e ndra sistemi. Mos e ndra sistemi në babalame se a i gare nuk ka. Nuk ka, mos ja prish babës plake, babës atije, mos ja prish, qatë e para, se da me e monë dhe s'ka. S'ka se da me e monë. Te bletat sa kështu, te bubrezat sa kështu. مثل الذين اتخذوا دينهم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Kanë çfarë njerëz, të cilët njohin veç Allahu çetër zotni, nuk kanë zot veç, nuk kanë çetër zot veç Allahu xhalla xhelalu. Dhe shpjegoi o Muhammed xhamatit, thuaj umetit, se këto shumë i ngjajnë balmonës, insektë. Këto shumë i ngjajnë balmonës. اتخذت بيتا balmonës që ka bën dërtes, ka bën shtëpinë e vet. Wa inna awhana al-buyut la bayt al-ankabut. Ka bën shtëpi më e dobët. Edhe shpi ma pa temel, shpi ma pa karakter, shpi ma pa bazë, se shpia e barimongës nuk ka në këtë botë. Ju thash një herë moti, me marrë një fëmijë një shkop, edhe me një narë. Sa barimonga i prish për një herë? 120 milion, vesh një herë me shkop. E me kiske, shpi barimongë. Po interesant, prej shka i tash e shpia barimongës e bonë, ashe bonë prej penjeve. Allahu ka i duke ka përmen, ka thonë shpia. Nuk ka thonë s'ka pe ma i lishtë se peri barimongës, po ka thonë s'ka shpi ma i lishtë se shpia barimongës. Të kështu. Allahu dhe ka tregu jetën e barimongëve, si ka interesu me da tregu për armaturë dhe blokat dhe malterin e shpijës asaj prej shka bonë. Se një jetën e ative, kur ta krinë barimonga femën edhe moshkën shtëpire vetë, ajo femën e hanë moshkullit. Shumë sistemi do. Shumë sistem negativ. Nëse në jetën e ative femna masit krijen, masit barimangizohet qoshit, e hanë femna moshkullit. Kjo do të thotë se ti me gruën tone, qatë shumë i angazhu për një shtëpi mirë me maru, edhe ke shkun gorbet këne 20 vite i ki proparë, shohë që ka prit me qepë, se po marrë në vilë treti, kur këndoran në kullëm majs mrami ti e shatit, rrëtë për qarë ka saj me pa shka ki maru, gruja pinalt një blok, në kup shretë. Ama pun? Kjo kur gjonësa njëtër i barimongës, kjo kur gjonësa, i leti maj madhë hemez ato. Dhe mas i ta mitë të zotin e shpijës, mas i ta mbyse, këthejat edhe disa prej vojëve që përshtimin e fisit, i harë edhe disa, dhe me thonë, grujat ka mitë tije edhe pitra gjemëve dit. Por qatë Allahu Gjellezina nga thonë, s'ka shpime e dobet se kjo. Nuk ka shpime e dobet se kjo. E ka njënë për juve renin me thonë, ti me ketë sot ndezë shka ki për qëllim. Këta, kjo anë koran, parë mindet. Ama ti shka ki për qëllim këtu me këta jetë. Unë që shka kam për qëllim si roqë? A thu jemi dikon në këtë sistemen e barimongëve bashkan gjitur ajo? Jemi. Sot nona, sa nona i musit zullë të vetë sot këtë botë? Kam thonë me një spital prej spitaleve, s'poja ceke e nëse njerëzit shumë po mjëllëndonë, me një spital prej spitaleve bashkohore, 1000 gra i kam nxjerrë fëmijët prej barkut për 30 ditë. Kjo asa shtije dobëta. Kjo asja të këronë barimongësa. 1000 gra, 1000 femna për 30 ditë me një spital, i kam nxjerrë fëmijët prej barkut. Pse i kam nxjerrë atu? I kam nxjerrë për kur gjohë qëtër. Allahu në Kurani Kerim, që 1400 vetë nga ka lejmëru pëse ato e bojnë këta. Ato la të këtulu auladekum khashyata imlaq. Mos i mit një fëmijë të ju prej frikës varfërisë. Mos e bani këta. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Na jemi ju apë juve me ëndra dhe adime. Puna e rëskit duke e juve, ashe jonja. Ato që ka të vine kanë rëskit e garantu. Mos bani kësi punë, mos bani kësi krime. Nuk jeni ju ato që ka e vendosni, ato të kena ato me hongër, ato të kena me hongër. Po e kemi në praktikë, sa gjem janë tutë populli se këto s'kanë që ka me hongër, sot ato shëtitër me kera më të mire dhe i kanë villat më të bukura. Sa gjem e gjem, sa zëpnin këtë botë kanë hecë me kaputat kangarit, sa buran këtë botë kanë hecë me revone bishtin e orgjonit, sa buran këtë botë i kanë krejë musteqët dhe kanë nejnë qërë sobës ka guzu kushim e u prish. Një pëndrative së në hanë kastraveca me zmet me zalë. Ska, qka me po?
Kush ka pas vetë bremi? Ki ka pas vetë, ki zot mija pra ka pas vetë bremi. Bati, më mësme e lartë për shti, se ka po ki këta, pëse me bo qetri pra. Allahu gjëllë dhe gjerë dhe dhe ka këtëlua u lehë dhe këmë një mla. Mos i minë të fminë prej varfërijës prezente. Mos linear kuna, e sa kuna juve. Provoni fmi. Man fond burat ndarshëm. Man fond ta kemi në men. Fjalë hoxha, o Allah i kanë fjalët shumë çuditshme. Shumë herë popullit dëgjuesve nuk ju pëlqej. Po ato ma ata do të vinë dhe thonë pa thon hoxha. Çu të thotë? Pa thora i bëna ata rregojshmi kështu. Kështu që ishte dimësh, na ata rregojshmi vesh kështu. Provoni. Se man fond fitoret do të jenë me numër. Jo ma, marë fond fitorët do t'jenë me numër. Do të vazhdojnë ato numërin që e kanë më të madh, marë fond. Do t'a vazhdojnë ato që e kanë numërin më të madh. Neve, si mos morin prej hoxhës, si mos morin prej njeriut, Allahu Gjelle Gjelalu në përmet videosin sotit, në ka mësu me marë prej ative shka si janë njerës. Janë i mahiluk gjëmatin nërshë, i njohë bina me emri Musa e Ejra. Ato që shkojnë rrasht në nërë, nuk kam për qëllim ato që shkojnë në veri, qafkër këtë punë se ti, ato janë të jatë. Me i krasu qafkër në ajban, me magarë janë baras peshë. Qaq janë për edukume, një me mentalitet e kanë vetë se njoni shpem njoni me 4 kohë. Qafkër dhe magarë e kanë një të bijat. Ashtë qështu? Qëka ti bërshë? Vend dushmoni prej skej dunjohës të bekronë në gjatë me të kratë shpijen. S'ke bati halal mahluk. Edhe nuk frijet për një kranë. Plus asaj shka është halal ma për bet. Shka ma për gjojq, nuk badon dushmoni ati. Nuk badon me thonë, e kish marru o gjakin akarat edhe përrike ati. Nuk badon ati. Se shka ka kush e di, se shka ka për qi. Si ki po kur gjo, i ki qu grunë fush, i ki sërvit da bëra, ka hongër, i ki po ndër, ka dhe kalamër që ja kinon fush. Grunin e kinon fush, si ki po kur gjo, pa ta ka të shpinë që nga. Luk, si e qetri, e mërë i shene, rritë, runë, e hinë të zonë në shpinë, pa ta minë sta në të shpia, veç kur ta shifës ta ka qitë një kur një nga. Shka ti përshë? Një hapë një zotni, i shtonë magarit vetë, nuk kam pa mahluk më për në bukë se ti. Ta pëse? Ta shaki pa të une? Ta pas një herë vres pa që marë. Ta nuk për të venë pi vetës keq, po të arrej sa marë në shpinë, po shkonë në fush me gjithë sa marë po shtrish, e gjithë ditën e lume të në sa marë në rëbarë por i në konë. Po në drejtë. Ta magarit, ta kani këta asë një herë s'ma ka bota, qëtë? Ta magarit dëgjohë. Dëgjohë këta. Pra mazdarë kërë, frërë dhe pide, e manë menë shka më i shëndarë. Quti? Sasa atë dhe e kreve atin, pra. Me kra. Ta 2 orë, me në pas kreve mua dhe a unë se kështa qitë sa mëre. Pisëm kia asë një granë s'ma kinu. Pa qëtër më shkru i tiko. Dhe ju përdini dhe njonin dhe për qata i s'pushkërijet, da hekja granin, da hekja. Hekja alata më në zinë zonë. Pra nuk jetë dhe të puru. Interes kjo bojë që shtona, që interesant. Njoni e marë zagarën e vetë del me gjujtë ma. Ves del në veshka, heja he kukër, edhe e shloj për veshka. A i hinë, a i. Ha hu? Nësë më gjonë në shka, i hupi zoni, më njëherë, mas një 5 minuta, unë që janë ngërë bukë, tha, me siguri ki zagarë janë, pa zonë për gjujka. Mas bukës rate, poshtë për e pa një konë, që a një vesh që ka uke, kështë shkatru të tërës, i shbok të një shanë. U zagarë me uke ndalë për balë, tha uke se ma unë zagarë, tha shka ka të bojë zagarë jë, tha ka të gjujtë, edhe unë qatru. Pra, nuk jetë me shvetë këtu. Këtu që shëqrojnë shumë gjana në këtë bota me jam ndërruar. Kjo bota loj, kjo bota shqip bota të mitë. Kjo bota kush për e pikon, kush kuj për e jetë ma shumë bota. Këtu
Kështu jemi na, kush ma i menqër e kush jo ma i menqër, kush ma prens e kush jo prens, kush ma i nanë e kush ma punëtor, është ma i smërami qka ka, ma i smërami të gjithë zbashku na e kemi një jetë me arrit të një vi ku do të tjetë ndëruar, do të tjetë të rritur e do të kuritur. Kjo është kusha e veprimit tonë. Dikush në formë do tjetë i rritur e dikush i kuritur, bashkë si të provimin të fund vitit. Edhe indel imtihani yukramu al-maru wa yuhani. Ditën e provimit do rritën, do kuritën. Kështu me radhë, kështu ashtë kjo. Kjo e da jo. Mos u ditë, mos marrë men me prej orës. Marrë men këtë botë se prej kuj mos i ke mundësi të men me marrë. Marrë men prej punës. Marrë men prej punës. Ai Meksikani, ai shkollumi, se di që në shkollë duhet me krijani me ditë me qenë pula. Së dhe ka putë pra? Bujësina? Polistikën? Nëse, polistikën. Fakultetin e polistikës. Në rejnë. A e provoj me një farë të vetën pulave me qenë zëj, me rinë, nuk i shkoj ke punë në varë. Nuk i qenë në pulat, interesant. Në 100.000 vojë në herë, poshtë. Në 100.000 vojë për zdit, poshtë. Në 100.000 vojë për strat, poshtë. Me zbrapje të akoj kapunarin kishtë qitë në pazar me shqitë zëj pullë. U afru, të ajë, shkollovani, shkrejt e kapunarin, shpështelë si nga qështu. Tha, ku i kënë qenë këto, tha, në shpit. Tha, mua nuk për më qenë, tha, 300.000 vojë shkullë. Tha, mua nuk për më qenë me shkolla që. Nuk për në që bëjmë shkollën, mos të kuptën i keqë. Po unë jam të folë qëtër zemë. Unë jam të folë prej kujna kemi mundësi me u menqëru si mos pi. Tha, po ti, a pirot kërë vojë? A i selaki? Jo, ta mos qenë, ta. Halë ja ta nga dhe ka mu. Shkoj në edhe në 100.000 vojë, prapë nuk e ndëgjoj katunarin, prapë ju prishëm. Tërë me adresë, erdha, kalëzop e thave, pse, qka ma thave di atë lafë muë? Po tha unë se di dha, i peshok punën 11 ditë kërë po i banë nga pirotërë. Njerë po i nëzhe, po ndërë, tërë po i nëzhe, që të nëmë po qelit. Shkoj i qeli zojt me 100.000 zojt për zdit. Ku e ka mësu pula këtë shkollë për i zatë zotit? Ku e ka kri këtë shkollë? Po të ju njëri për ju e ka na interesant me kjo pula shë për ju bërë ka vove. Unë po të pysë tash qëtë sen, se kam punën të pula, po të me pyti shka qëtë sen. Por i zatë zotit pula, po i nëzhe ke vot, 100.000 kile puplia u këta veti. Qish i nëzhe breshka për i zatë zotit? Ajo qish hi për mi vojë, faktikisht luftë për funi, luftë për ndepër. Anë e manë pro maj. Shkuj, kejtjit, sa ma. A i blindi i kombëve të bashku me shkatel një zvora, qelë vojë? A ma interesant, edhe ajo qelë, edhe ajo me vojë shtot, jo me flish. Ku i nëzhe ajo? A i qënë të pula mi nëzhe, ha? Na që të vojë, qelë mi për nëzhe të një ti. E tonë e mi breshka ti marrën, qështu, ha? Jo, breshka i fut, na kemi vend, na kemi shumë fakultetën këtë tokë bura. Na kemi shumë universitetet ku mësomi bërë shumë të menqër. Ishti pula breshka vot në tokë, e pastaj jam hek dhevin anemon, e i mlon me dhev disa dit. Masi ti mlon me dhev disa dit, jam hek dhevin, edhe ju del përmane, 11 dit mersin, shiqon palimrit prej veri, i mdhe mersin e dhe i qenë. Allahu Kurani Kerim ka thonë, hada halqullah, kjo janë krijesa jeme, unë kështu krijoj diçka. Unë këto janë krijesat e mia. Labroni me çka keni kriju, labroni. Labroni çka keni bërë diçka në dunjë të çuditshme. Dhe hada halqullah, kjo janë krijesa jeme, mësi, radiator, farmogrejanje, fush, mesh. I kuj i Allahu xhallahu. Këto neve njerëzit çka mirën me shkencë të i kanë mësuar. Këto njerëzit që ka mirën me shkencë, që ka mundu menën, që ka angazhu trunin të cilin Allahu e Hedija ka vonë njeriu. Këto na i ka mësuar këto gjëra. Ka shkruajtur literaturë me lapsin e ndershëm të diturisë, edhe na i kemi lexuar këto gjëra dhe ja shpjegojmë juve, ju ndoshta edhe më mirë se na bile i dini. Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanu, të gjithë zbashku na ndihmoft që dim atë që për ta ditë duhet. Ne Allahu xhalla xhelaluhu na ndihmoft që si mos mund me marrë mësim për njëri tjetrit, marrë mësim prej qitive shka po i spjegojmë sot, e nisëm të ato shpendet nënë që shkojnë rënë. Edhe të fundë, sa që e mëllë i fundë. Gjëma, e ka një jetë ato. Me qenë se na veç pak, 10% ative e morën, kishme me qenë shumë knashtë në sistemin e punës të. Këto gjujtarë që ka gjujnë prej poshtë e kanë me rakë dhe që ato me i gjujnë vesh qera.
shumë e kanë fort, shumë i kanë fort në huj me i gjujt për poshtë. Jam do sa i përket gjujtijës, dalin mal 25 vet, por ditë ndoshta çdo diell shpras të shtëpia. Merë vesh sa jam çka. Merë vesh, një francuzit ja ki 20 vet, 30 vet gjujtijas një ne për një ja kishin lidhë me pemja, ta vrasë shu ta vrasë një. Ta bërë të shtëpia se gruja orë. Njëherë, qëtë mas ati në prezidhë me kështë e këput peni. Shka ti bëjsh? Shka ti bëjsh? Qatë herë edhe e shkoj. Janë do janë qështu, janë do qerë. Janë do qerë. Edhe najrë nuk e donë me lutë. Edhe atë shka fluturon e vrasë. Du një, shka s'ka. Do herë, shkrap najrë, klap do. S'ka, diskutim. I gjujë. Shkone e gjurë bashat që ka i thojmë në kalosë, bashat për gjeksin, bashat që ka e vereni. A në miku që këtë punë e banë, interesant, shire, si ta gjujër nga kontam di kanë të dish, ma i s'pani e hana i shka e vereni, kje e kujtes. To në ti knaqë është të vereni. A do t'jashtëmit, shire, a me latës, a me gazeta, me arma, me lapa, me goja, ato nuk të ahin tije, këta ta kishe me tije. Ato ta jahin ati shka e vereni. Si ta shtrinë ata për toke, si ta rrinë atë me shtrinë për toke. Tije jo kanë shtrinë për toke, tije kanë shtrinë nër toke. Ma që nësin, kishe kujdes shka po foli, shka po bon, shka po ndodhë. Kishe kujdes. E kanë një sistem ato kuskat në atë moment që t'ju vrata i që i prinë, në atë moment i bojnë vota për një kohë pa dukshme e qesin një përpara për ruanin e vajtë. Në kohë pas aktuar, nuk në du sekunda, s'ka minut, për një kohë shumë shkurt, e bejnë renin, edhe e votorin qetrin, nësë përpara renin shkon më. Pse kështu? Pse që ka shpejt? Nuk banë pa të parë, nuk banë pa njeri që ka në pri, nuk banë, asë njëherë. Më njëherë du të menu, mësë me e vanu. Vallaj, më me në marë me e zek një organizace, thashe dhe bazit prapë pa e zek i shumë për mërdojnë njerën. Edhe pa hiq pa e varës për qëllim për digan, po dhe të masi thashë është me mu e pa. Zarë shumë vram nga shpina pisa marin, hasrat me prejë, sa mori, po se bana me një me dërmu shpinë me që prejka, po më dhe. Po të vajë, po shka me të bon. S'punon me prejk me lo, ta është në organizatë, të natë me organizatave, rash 35 muj kam zgatë votimit edhe arasem sosë. Halasem sos, edhe një organ ka mu zgjell, halasa zgjell. 35 muj, po mirë nga unë e bashkë një shtetë, i zgjell i boni njësi zgjellore, i boni fletat e votimit, i boni antarë, i njej u votu sa janë kej, në votu për dhja me formu patapetin, u nuk letar e qeverisë, ja da mandatin për formurin e qeverisë, e formoj qeverisë, u zgjellën ministra, shkurë ambasadora, amën ambasadora të huj, u bërë letar Republikës kemë, që u bëma 35 muj anase për si banë të rëgënë ku shfarë efikasitet, ku shfarë punë, ama na që shtu vesh ti më sfën. Ti, kejtë në regu, që shtu vesh që me që ti më sfën. Që e dash, që s'më volim, pra. Inshallah, edhe ka të mujtë dhe ashtë më banë me banë, inshallah. Vites të moni, të adim, se qiki ashtë srajani hamarë, qiki e rurë koshë, qiki e rurë të dyrë të mloja, ki rurë të fiqi, njën i rurë të qesë. Hajde po, të adim, qiki. Ja, jo kështu. Na me tonë. Allah i në havale, plestoj. Plaka file. Allah i në havale. Ju pa fshin hajnë, ju pa fajnë. Jo, avan të e gërdojnë, nga të sekundë, më neha parë. Më neha. Nuk ban pa vota. Nuk ban pa vota shpejta. Shpejt, se më zboj qëtërin më neha. Allah gjëlle gjëlelu, gjëlle shanu, po këthejme, po thamë. Neve në shumë mënira, në shumë fusha në ka therë me pa, se që ka ndodhë. Në shumë horizonte në ka therë, edhe ka thonë në fund ajetin e fundit, vetëm për këthim, i cili u afol për të ditët e kalume, ka thonë, "Wa ka'ayyin min ayatin fi s-samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun." Sa shenja në qiell edhe në tokë, njerëzit po kalojnë rreth ative e nuk po i shohin, po ja japin shpinën, vetë ja japin vëmën. Allahu xhalla xhelaluhu wa jalla shanu jamatin dashur, atë Ramazanin që ka bërë edhe ja po thamë, mirë në grup inshallah. Mysafirëve tonë Allahu xhalla xhelaluhu mundi që kanë ardhur në xhami sot ja u pagu, ai që është din me ja u pagu, edhe neve Allahu xhalla xhelaluhu edhe gjithë njerëzve që kanë botë edhe janë smut, shërimin sa më shpejt ja vazhdon inshallah.
Kur janë në spital, o Zot, banja të mundur për shtratin spitalit darë, të Ramazanit të shtëpia familje, mundur banja ja Rabbel Alamin, lillahi Fatiha.